Administrata Trump depërtoi drejt El Salvador mbi 200 anëtar të kartelit Tren de la Ragua dhe drejtues të MS-13, duke i dorëzuar në një nga burgjet më të ashpra në botë. Burgjet e El Salvadorit, veçanërisht Cecot, janë të njohura për trajtimin e pamëshirshëm të burgosurve, duke goditur rash për bandat kriminale. Ky burg me siguri maksimale strehon mira të dyshuar për aktivitete kriminale, shumica pa gjyq, duke i mbajtur në izolim të rrept dhe nën regjimin e hekurt të sigurisë. Vendimi i administratës Trump vjen si pjesë e një strategjie të re për të luftuar krimin e organizuar, duke i dërguar anëtarët e bandave në një sistem ku nuk kanë asnjë mundësi për të rikthyer ndikimin e tyre. Presidenti i El Salvadorit, Nayib Bukele, i cili ka udhëhequr një luftë të pamëshirshme kundër bandave, publikoi pamjet e të burgosurve me koka të rruara, të lidhur dhe të gjynjëzuar, duke theksuar se ata do të mbahen të izoluar për një vit. Sekretari i Shtetit Marco Rubio konfirmoi se SBA pagoi një tarifë të ulët për të siguruar vendosjen e tyre në El Salvador, duke i quajtur këtë një zgjidhje efektive dhe me një kosto të ulët për taksapaguesit amerikan. Shtëpia e Bardhë deklaroi se këta kriminal nuk do të jenë më një kërcënim për Amerikën, ndërsa kritikët paralajmërojnë se përdorimi i aktit të armikut të huaj për dëbim pa gjyq mund të krijojë precedent rrezikshëm për të ardhmen.